para shumë meditimin që thonë merr frym nga una e majt, merr frym nga una e djathtë, mos merr frym fare, merr frym pastaj, merr frym pas nesër. Nuk është mirë që ta forcojnë frymën. Meditimi Lotus Ocean thotë që nuk është mirë të forcosh frymën, sepse ti kur vrapon për shembull, bëhet fryma pak më shpejt. Kur shtrihesh në gjumë, është më ngadalt, pra në mënyrë natyrale. Fryma nuk duhet forcuar. Në fakt, po ta forcojmë frymën tonë, thuhet, editoria Vedave thotë që e zvoglon jetën. Aq frymë sa kemi, aq jetë kemi apo jo. Kur s'ke frymë, nuk e jep. Pra fryma nuk duhet sforcuar. Kur neve flasim nga qendra e gojës, që mësojmë këtu tek meditimi Lotus Ocean apo jo, automatikisht fryma jote vjen në qendër dhe atëre kaq mjafton. Kurse këto me zor, frymarrja nuk duhet forcuar. Është negative. Në fakt unë nuk sugjeroj fare. Kam bërë dhe unë më përpara para një 15 vjetësh meditime e frymarrjes, ke shumë breath, qa s'ka, është shumë gabim. Është me të vërtet, unë se nuk e sugjeroj absolutisht fare. Është e keqe në fakt për njeriun, për trupin, mendjen, sigurisht dhe për shpirtin.